Me krye familjarët shkodran, ato që janë kolona kryesore e familjes, e zhvilloi takimin e radhës kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Pahia. Gjatë fjalës së tij u ndal tek situata e vështirë që kalojnë familjet shkodrane dhe shqiptare, ku plaga më e madhe është largimi i fëmijëve në emigrim. Politikat e këqija të qeverisjes 12 vjeçare kanë goditur familjen, duke shkaktuar braktisje të qyteteve dhe fshatrave, rritje të varfërisë, pasiguri dhe mungesë shprese. Është uluritse ajo çfarë ka ndodhur në shoqërinë tonë. Një shpopullim masiv, një plag e vërtet sociale. Është e trisht kur dëgjon prind që hallin më të madh për te gjitha vështirësive ekonomike kanë se u janë largu fëmijët. Kjo situatë kërkon ndërhyrje. Kërkon ndërhyrje emergjente nëpërmjet votës tonë. Kërkon që dikush të marrë përgjegjësinë për ta ndryshuar këtë realitet të zymë. Nuk mund vazhdohet më kështu. Nuk mund vazhdohet me problematikat e përditshme të familjeve tona që nuk arrin me siguru as shportën ushqimore, nuk arrin me garantu mjekimin me ilaçet e duhuna. Por prapë se prapë, arsyeja më e madhe e trishtimit të tyre është largimi i fëmijëve të tyre masiv. Është një plagë e vërtet për cilën duhet ta marrin përgjegjësinë shkaktarët e vërtet të kësaj situate, Edi Rama dhe qeveria e tij. Duke quajtur jetike për vendin betejën e 11 majit, Pahia kërkoi nga kryefamiljarët që të ndëshkojnë masivisht me votë qeverinë Rama, duke dhënë fund kësaj krize dhe duke mbështetur programin e PD-s, që ofron zgjidhje konkrete për këto problematika. Nëpërmjet jush të amplifikojmë mesazhin ton tek tjerët. Ti tregojmë rëndësinë dhe peshën e votës tyre. Se si nikon ajo në 4 vjeçarin e ardhshëm. Tek jeta, tek xhepi, tek buxheti i secilit prej nesh e i familjeve tona. Askush më shumë se ju nuk mund bëhet zani i të vërtetës. Askush më shumë se ju nuk mund të promovoj programin e Partisë Demokratike i cili synon pikërisht daljen nga kjo realitet. Po i ofrojmë programin ton si dalja nga kriza ku është zhyt vendi. Të bëhemi pjesë atij ndryshimit të madh, asaj dallge të madhe që presin gjithë shqiptarët me 11 maj te kutijat e votimit. Të zgjellim alternativën e Partisë Demokratike, të zgjellim numrin 1 dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore si zgjidhja e vetme e gjithë këtyre problematikave. Vota për Partinë Demokratike është votë për ndryshimin, votë një Shqipërie të zhvilluar dhe që jep fund krimit dhe korrupsionit të bërë një me shtetin, përfundoi Pahia.